Përshëndetje të gjitha dhe mirë se erdhët me një video 3. Në këtë video ku mi spjegu krejt gjonat që kanë mu nevojit për me marrë vizën si shofer i kualifikum edhe për me ardhë në Gjermani. To janë 4 gjona që juve kam ju nevojit këtu në Gjermani, do më thonë që duheni mi kry këtu në Gjermani. E para është kam ju nevojit juve një kontrat e punës prej punëdhënësit. Gjermanisht citojnë Arbeitsvertrag. E dyta është deklarata e punësimit, është Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis nga punëdhënësi edhe kjo. E treta është Shtojca C, Zusatzblatt C-ja. Dhe e katërta është vërtetimi nga punëdhënësi për konvertimin e patent shoferit kosovar në patent shofer gjerman brenda afatit 6 mujor. Bestätigung vom Arbeitgeber über die Umschreibung des kosovarischen Führerscheins auf die deutsche Fahrerlaubnis innerhalb von 6 Monaten. Qto janë 4 gjonat që juve kanë një nevojit prej këtu në Gjermani që do t'i bani. Normal që juve duhet me pas edhe kodin e 95, ky kodi muni me marrë. Unë e kum cek edhe me një video tjetër, mundi me marrë prej Slovenis. Janë njerëzit që i bëjnë këto gjona, do më thonë ju qojnë atje në Sloveni, diku 2 javë rini, i mirë një mësimët, teorin kret për provim, edhe pasaj futeni në provim, duheni me kalu provimin, edhe mas ta kaloni provimin e merrni kodin 95. Do më thonë atje, brenda këtyne 2 javë ju mësojnë juve gjithë shka qka ju nevojitet juve për me marrë këtë kodin 95 është provimi, gjithë shka qka bjerë në provim ju mësojnë aty. E mirëni këtë kodin 95, me këtë kodin 95 ju muni me vozit, pasaj është si letër njoftimi normal, muni me vozit komplet Evropën. Mas ta merrni këto, do më thonë duheni me ardhë në Gjermani, me gjetë një punë, shkoni në për firma që kërkojnë punëtor për autobus, edhe shefi duhet me ta bani kontratë punës, edhe çto gjonat e tjera që i përmenda, do më thonë duhet me t'i plotsu. Pa këto nuk mundeni me marrë ju vizën. Edhe nuk është për shembull vetëm me ta dërgu shefi vetëm një letër që t'ka pranu, nuk është e mjaftueshme, duhet gjitha këto të 4 çejceka, duhet mi marrë gjitha, edhe pastaj atëherë e mirëni edhe vizën. Sa i përket gjuhës, do firma, sidomos këto firmat private në për qytetet vogla, kërkojnë edhe njohjen e gjuhës. Arsyeja pse se këtu nuk është vetëm me ardhë pasagjeri edhe me prek kartën edhe me himrena. Po këtu është edhe ai dialogi për shkak të thotë ma bën një bilet kështu, ma bën një bilet për tanë ditën se ka biletat ndryshme, edhe ju duheni me pas komunikim me tarë që udhtojnë. Por nëse kanë nevojë, siç e thash, gjithmonë unë edhe po them nëse shumë kanë nevojë firma për shofer, atëherë besoj që edhe nuk e kanë problem punën e gjuhës, vetëm mjafton me gjetë, sidomos edhe nëse e gjini nëpërmjet personave që i njihni këtu, që ju hecë fjala këtu, ata edhe munden ju kry juve punën, do thonë ju bëjnë qashtu që edhe pa gjuhë munden ju marrë. Po unë ju kishim preferu nëse keni me marrë edhe këtë kodin 95, edhe po pritni edhe pak, mos pritni, hyni do më mësoni gjuhën, ande kur të vini këtu që mos me mujt me ju kap diku me ju gjetë ndonjë arsye, edhe mos me mujt me ju pranu. Kur të vini këtu pasaj kam ju nevojit një banesë, po zakonisht pesho që këta firmat e autobusave pja u ofrojnë edhe banesën, dosha nuk është banesë e madhe, po është një banesë nga të firmës aty se këta i kanë banesat e veta, edhe aty në ju konvenon shkaku se për shembull oraret e punës nuk i kanë gjithmonë komplet 8 orë me punu, po najherë ka pauza ndërmjet, edhe ty të bjerë mirë, shkon pushon aty, edhe për ata i bjerë mirë se mundën me të thirë ty kur dojnë, hajde do më thonë edhe ti mu ka një gatshëm. Ka 2 anet, edhe juve ju duhet me zonë shumë orë me zonë, nëse sidomos keni me marrë edhe familjen këtu në Gjermani, ju nevojitet me zonë shumë orë që me pas rrogën e madhe, se 3 mujt e fundit ju nevojiten rroga mu kanë shumë e madhe që me mujt me pas drejtë me marrë edhe familjen, edhe për juve ka kjo ana është mirë me nxon orë. Sa i përket orës, prafërsisht një orë e një shoferit autobusit po stillet prej 17 euro 18 euro për momentin, po më varet edhe që bani kontratën. Për punën e gjuhës që thash, ka mundësi mandena shefa kur ju marrin këtu, muni edhe me ba që me mujt ju me shku në kurs, po ashtu diçka e keqe se ju zgjatin shumë punët nëse vini këtu, sepse këtu kurset për me fillu i nevojitet shumë kohë, derisa shkoni ju në kurs ju shkeni me mujt me pagu banesën, se rroga atëherë nëse shkoni para dite në kurs, domethënë kam jura vetëm mas dite me punu, kështu që keni me pas problem për me pagu banesën për me mbijetu. Kështu që më e mira smirit është nëse mundi mësoni gjuhën atje, përgatitni këto dokumentat krejt çka ju nevojitet, merrni kodin 95, hajdeni këtu, lypni punë. Masi ta gjeni punën, vetëm edhe i lloni këto gjona, mas 3 muajve pastaj aplikoni edhe për anëtarët e tjerë të familjes, edhe shpresoj që i mirëni edhe ata dhe
e kryni komplet procesin. Është pak vështirë e di, po tash edhe kanë janë mendon e kështu, e keni edhe një të mirë që tash po mundën me ardhë si turist pe Kosovës, që edhe mundi me nejt me familjar për ato pa problem. Edhe një tjetër e mirë është se shkaku tash që po mujna na edhe vet këtu me ardhë, do të thotë është më mirë ju kishim preferu personalisht ju, hajdeni pi Kosovës nëse keni na i tafërm këtu, hajdeni edhe shkoni vet personalisht ai personi, thuni që po kërkoj punë te ajo firma, edhe ata me ju pa që jeni me të vërtet këmbgurës, me të vërtet që pe doni këtë punë me marrë, edhe ju bajnë këto gjanat. Më pastaj për shkak masi ti plotësoni këto gjanat, kam ju nevojit edhe në Kosovë kur shkoni këto certifikatat e lindjes këto gjana, ato mundën ju kallzojnë edhe në agjencion, se çka ju nevojit ma detajisht, madje mundën ju nevojit për shembull pe policisë që nuk keni kanë hetime, ndonjë pe mjekësisë që jeni gjithçka është në rregull me juve e kështu me radhë. Është pak ndoshta proces i gjatë sepse kam ju nevojit që thash me shku edhe një herë në Sloveni me pa ato, por gjithçka kryhet nëse ja keni mësy kësaj rruge, ju kishëm thënë çoni deri në fund. Sa i përket për shembull punës kur të keni me hyrë këtu me punu, për shembull vin pasagjera, kanë më lyp pe juve bileta, kanë më pyet për juve, për shembull po du me shku qitu, a shkon ky autobusi këtu, ju pyesin, a kalon këtë rrugën ti dush me kuptu. Nëse nuk e kupton ki me pas vështirë edhe për ty, edhe për atë pasagjerin mundën me pas pasaj të lashe se mundën me e lajmëru firmën tënde, mundën me don ankesa për firmën tënde dhe pasaj qetë probleme edhe ty. Po nuk është edhe zor, mundeni mi a fillu që tash ti ka lloj kurse që i jepën edhe online, mundi mi marrë edhe online me mësu, mundi pasaj edhe pe YouTube-ës me mësu ka aplikacione plus në telefon e kështu me radhë. Aplikacioni për shembull një unë që e kum përdor vetë është Duolingo, është një aplikacion shumë i mirë për fillestar, sidomos nëse i bani këto, i mësoni do gjana bare fillestare sa me mujt me komuniku. To ishin sa i përket për shofert autobusit, shpresoj që keni sukses edhe fat, edhe vini. Gjanja që thash është, do më thonë, nëse muni me njoftësi me marrë, nëse dikush për shembull keni naj shofert njofshëm këtu që punon, ai me mujt mi thonë shefit vet për juve, mi u kallzu me garantu për juve, se tash shumica po garantojnë për persona edhe pja u bëjnë vizat, pastaj ata nuk po shkojnë, pendrojnë punën, po shkojnë puna tjera. Pra nëse e keni dikan, përdorni atë mundësinë që edhe juve ai me ju garantu për ju edhe pastaj edhe ju këtu me ardh. Nëse ju pëlqejnë këto lloj video, këta tregoneni me like, edhe shpresoj që e meritoj këtu një like, se sa i kum tregu me këtë detaje se çka ju nevojitën, edhe nëse jeni tri ju kishëm thonë ndiqeni kanalin, shpërndani këta te ata që mendojnë që kanë nevojë për shofer të autobusit me ardh, shpërndani te shokët e juaj, shihemi pra videot e tjera.